Pas një transformimi të plot dhe të shumëpritur, kopshti Bardhaj tashmë është rikthyer në funksion, duke hapur dyert me kushte krejtësisht të reja për fëmijët dhe stafin edukues. Investimi realizuar nga Bashkia Shkodër përmes Drejtorisë së Përgjithshme të Menaxhimit të Objekteve Publike i ka dhënë fund një periudhe të gjatë degradimi, duke e kthyer këtë institucion në një hapësirë dinjitoze, të sigurt dhe bashkëkohore për edukimin në moshat e hershme. Ju uroj me zemër që këtë kopsht të krijuar si rishtas tashmë krejt të ri, të rikonstruktuar me shumë dashuri dhe vëmendje nga Bashkia Shkodër, ta gëzoni brez mas brezi në Bardhaj edhe ta mbushni gjithmonë me zëra fëmijësh. Kjo është mosha e fillimit të jetës komunitare, të zënjes miqësive të reja, dhe sa më e shëndetshme, sa më e bukur, sa më e qetë, e sa më e lumtur të jetë fillimi i këtyre jetëve të reja, aq më e sigurt është ardhmja atyre dhe garanton për familje të qeta dhe të mbara, për fëmijë të rritur me edukat, me formim të mirë, me një qytetari të garantuar. Rikonstruksioni ka përfshirë të gjitha ambientet e godinës, duke sjellë përmirësime thelbësore në infrastrukturë dhe funksionalitet. Për herë të parë, tualetet janë integruar brenda godinës, duke rritur ndjeshëm sigurinë dhe komoditetin për fëmijët. Po ashtu janë krijuar kushte më të mira për zhvillimin e aktiviteteve mësimore dhe edukative. Rikonstruksioni i kopshtit Bardhaj është pjesë e një serie investimesh që Bashkia Shkodër po realizon në institucionet arsimore, me fokus të qartë, krijimin e një infrastrukture moderne, të sigurt dhe në shërbim të së ardhmes së fëmijëve.